Hey, a e pe që doli libri I ri I Wimpy Kid? Po, No Brainer. E kam bler me njëherë. Ti e ke lexuar? Jo akoma, por po më tërheq shumë. Më kujtohet kur lexoja librin e parë në shkollën fillore. Edhe unë, Greg, Rowley, dhe ajo histori me djathin në obor. Çfarë kujtimesh. Ha ha ha. Po, ti me cilin personazh identifikohesh më shumë? Ndoshta me Rowley, pak I thjesht dhe besnik. Ti? Unë me Gregun, edhe pse nuk e pranoja. Të paktën ti nuk I ke bërë kur gjëra të tilla si Gregu apo? Jo, kur. Por e kuptoj pse Gregu bën gjëra të tilla. Ndonjëherë dëshiron të dukesh I mirë para të tjerëve. E vërtet, a të kujtohet kur Roderick e la Gregun të fliste në koncertin e tij? Po, ishte një nga momentet më të bukura të serisë. Më bëri ta pëlqej pak edhe Roderickun. Po, dhe pastaj Gregu e shkatërroi gjithçka, duke kënduar atë këngë të tmerrshme. Haha, klasik Greg. A do ta lexosh librin e ri së shpejti? Patjetër. Dua të shoh nëse Gregu do të ketë mësuar diçka nga gabimet e vjetra. Haha, mos shpreso shumë. Gregu është Greg. Gjithmonë do të ngatrohet, por në mënyrë argëtuese. E vërtet, shiko, kjo është pikërisht arsyeja pse e duam këtë seri.